Një rafineri nafte në rajonin Tyumen të Siberisë Perëndimore ka ndalur plotësisht përpunimin e naftës së papërpunuar dhe prodhimin e derivateve pas një sulmi me dron këtë fundjavë, i cili dëmtoi njësitë e përpunimit dytësor, thanë për Reuters dy burime nga industria. Të shtunën, guvernatori i rajonit Tyumen, Alexander Mur, konfirmoi se një dron ukrainas goditi rafinerinë, duke shkaktuar zjarr në objekt. Sipas burimeve, sulmi me dron më 25 korrik shkaktoi zjarr në një njësi për trajtimin me hidrogjen të naftës me kapacitet prej 2.6 milion tonësh metrik në vit, si dhe në një njësi të kombinuar për prodhimin e benzinës me oktan të lartë. Burimet thanë se është e vështirë të vlerësohet se sa kohë do të zgjasin riparimet, shkruan Times of Moscow. Kompania Reinvest, e cila zotëron rafinerinë e Tyumenit, nuk ju përgjigj kërkesës së Reuters për koment. Njësia e hidrotrajtimit të dizelit ishte duke kaluar në përriparime muajin e kaluar, pas një zjarri më 6 qershor i shkaktuar nga probleme teknike të brendshme. Rafineria e Tyumenit ka një kapacitet të përgjithshëm prodhimi prej 9 milion tonësh metrik në vit. Në vitin 2024, ajo përpunoi 5.7 milion ton naftë bruto, duke prodhuar rreth 0.5 milion ton benzin dhe 2.8 milion ton dizel, sipas burimeve të industrisë.